Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Pedagog në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tiranës, deputet në Kuvendin e Shqipërisë, kryetari i Gjykatës së Kasacionit, Zef Brozi në pak vite krijoi një profil të lartë jo vetëm politik dhe në mësimdhënie, por edhe në gjyqësorin shqiptar të fillim viteve 90. Por jo gjithçka shkoi ashtu siç kishte synimet dhe ëndrat ai pedagogu i ri i Fakultetit Juridik. Në vitin 1995, Parlamenti e shkarkoi si kryetarin e Gjykatës së Kasacionit dhe këtu shënohet një gur kilometrik nga më të rëndë, nga më të zinjtë në historinë atyre viteve në Shqipëri. Pse? Sepse jo vetëm manipulimi i votave për shkarkimin e tij në parlament, por edhe ajo që do ndodhte më pas, i survejuar nga policia sekrete, nga Shiku, ai u larguar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe megjithatë, që nga ai moment ai jeton ende atje dhe megjithatë ai përsëri ka lënë një emër të mirë, jo vetëm në mësimdhënie, si jurist, si kryetari i Gjykatës së Kasacionit, por edhe si politikan. Unë kam kënaqësinë të zhvilloj një intervistë nga Washingtoni ku ai jeton me zotin Brozi. Zoti Brozi, ju kam në linjë, besoj? Faleminderit Roland, faleminderit për fjalët e mira që thatë, edhe du të falenderoj edhe për librin që keni botuar për ambasadorët amerikanë në Shqipëri. Më ka pëlqyer shumë dhe kam mësuar vërtet shumë gjëra që edhe nuk i dija. Pra ke bërë një punë fantastike. Unë t'jam mirënjohur, zoti Brozi, për këtë intervistë dhe jam i bindur që ju do t'rregoni, do rrëfeni gjëra shumë interesante për publikun shqiptar. E para që është më rëndësishme, si është jeta juaj në Washington, jeta juaj në Shtetet Bashkuara të Amerikës? A është ajo që ju kishit të ndërruar që do bëni në Amerikë kur shkelet aty për herë të parë? Në fakt, kur kam marrë në Amerikë, nuk kisha ndonjë ëndër, sepse kur nuk kisha menduar që do ta lija Shqipërinë. E them këtë me shumë sinqeritet. Unë isha pedagog në vitet 90 dhe në korrik 90-ës e 91-shin shumë edhe shokë të mi u futën në ambasada ose ikën në anije, disa me thonin ja tikim, por unë nuk e kam pas kur atë dëshirën me lënë Shqipërinë për të gjitha arsyet. Unë kam investuar për edukimin tim, për kisha punë të mirë, isha pedagog, më pëlqente shumë punë e pedagogut, është ndër punët më të mira që kam bërë në jetë dhe që kam nostalgji për atë periudhë. Tani, kur erdha në Amerikë, si çdo imigrant, je me të papritura, fillon një jetë të re dhe unë e kam filluar si thosh nga klasa e parë, mësimi i gjuhës, i anglishtes. Unë nuk di anglisht dhe në çdo vend ku shkohet që të integrohesh, gjëja parë që imigrantët bëjnë ose do të bëjnë është të mësojnë gjuhën e atij vendi. Më mori kohë, kuptohet. Pastaj imigracioni ka dhe shumë të papritura, është një kulturë e re, duhet të integrohesh. Jam ndodhe dhe përballë, si thua, disa papriturave të këndshme. Për shembull, në 96-ën më fton një fakultet i drejtësisë, law school në Honolulu, më ftojnë për një bisedë me profesorët. Pas bisedës, në takimin pastaj informal, më ofrohet një profesor dhe më pyet, thotë, si bëhet kryeministri juaj Mehmet Shehu? Tani, imagjinoje në Honolulu dhe pyesin për Mehmet Shehun, unë i thash ka vdek, nuk ashtë në histori, po thash nga njëni, gjitha, unë jam me origjinë nga Kina, kam ardhur nga Kina, dhe kur ka ardhur Mehmet Shehu në Kinë, unë isha pionere dhe me ngarkun që t'i jepja lule, tha, ishte një nder i madh, dhe kishte për nder, vërtet, edhe në atë periudhë kënohej që i ka dhënë lule kryeministrit të Shqipërisë. Pra, jeta
në çdo vend e imigrantit në vend përballë edhe situatash të këndshme, të pakëndshme, edhe siç është jeta, i ka gjithë koloritin e jetës. Jo, unë më falë të kjo, a i të tha që i kështë dhënë lule me Mehmetçeut në Pekin, po ju që a i thatë për Mehmetçeun ati? A i thash ka vdekur, po pa u fut në ato teori, sepse i thash shkurt. Okej, aktualisht ju, zoti Brozi, me çfarë merreni? Si ka qenë karriera juaj aty në SBA? Karriera ime, spari unë në Amerikë, nëse jam madhe është që u bëra me fëmijë, me një vajzë të mrekullueshme, e cila tani është edhe avokate, punoj edhe në State Department për disa vite. Jeta ime, si çdo imigrantët nuk e kanë jetën të lehtë, sidomos fillimin. Pra edhe unë i kam kaluar ato etapa ndonse, unë jam shumë mirënjohës qeverisë amerikane, institucion amerikane, miqve të mi, gjyqtar, avokat, prokuror amerikan, që me kanë mbështetur, me kanë mbajtur afër, me kanë ndihmuar që të integrohem, pra të eci. Gjëja parë që bëra pastaj, pasi kaloja i stresi parë, se në atë periudhë edhe stresi ekzistonte për të gjitha arsyet. Gjëja parë thash të marr një diplomë amerikane dhe aplikova në 97 në disa universitete të Amerikës, por unë kërkoja që të më paguajnë plotësisht shkollën, mundësisht dhe konviktin dhe ndihmë tjetër se s'kisha, isha absolutisht pa mundësi financiare për të arritur atë. Dhe unë jam shumë i njohës atyre universiteteve që më pranuan dhe Universiteti Bostonit më ofroi pagesën e plot për A ju diplomuat në Boston University? Po, bëra një master degree për American Law, për ligjin për ligjet amerikane dhe ishte një ndihmës e madhe. E pasë që të arrish diçka në Amerikë, duhet patjetër edhe të marrësh një edukim amerikan këtu. Dhe pastaj ju filluat punën dhe aktualisht çfarë pozicioni, çfarë pozite keni? Amerika, unë familjarisht jam shumë mirënjohës këtij vendi. Nuk ma mirë të kurmenja, që unë edhe bashkëshortja ime Diana dhe më vonë edhe Pegi, vajza, do arrinim që të punojmë të tre për qeverinë federale amerikane. Nuk e imagjinoja, por aktualisht edhe unë dhe gruaja jemi në punës të qeverisë amerikane për shumë vitesh. Vajza pastaj mbaroi law school dhe punoi një vit në gjykat dhe pastaj filloi si avokate në një firmë avokatie në Washington DC. Ju me bashortën me Dianën, me zonjën Diana, jeni në punës të qeverisë amerikane ku? Në Washington DC. Washington DC. Dhe çfarë punë bëni konkretisht? Tani, se sipas ligjit, unë duhet të them sot, unë po flas vetëm si zef. Nuk përfaqësoj as opinionin, as mendimin zyrtar të qeverisë amerikane. Kemi ca rregulla shumë strikte për kuptoj, nuk ka vend për diskutimin. Dhe faleminderit për pyetjen. Okej, kanë disa fotografi, zoti Brozi, që kanë shënjuar jetën dhe karrierën tuaj, nga ato që ju her pas here i botoni në Facebook, dhe unë jam një nga fansat e fotografive tuaja dhe statusve tuaja, dhe mua më bëj shumë përshtypje, sepse ata janë dhe jeta juaj në një farë mënyre, jeta publike po themi, por edhe historia e jetës tuaj. Ju lutem regjia që edhe t'i komentojmë së bashku. Këtu ku jeni? Jeni në zyrën tuaj si kryetari i gjykatës?
Apo jeni në Amerikë? Jo, aty jam në Amerikë. A ju këtu jeni në Amerikë, jeni zyrën e punës? Po, kam shumë vite më parë. Shumë vite më parë. Po. Për te i punës në Amerikë, me komunitetin shqiptar aty, keni organizime, sepse unë shikoj që herë pas here ju keni qenë pjesë e disa, po themi, festave, përkujtimoreve, ngjarjeve historike? Kur isha, se kam jetuar dhe në Michigan disa vite, atje bëhet një jetë komunitare shumë organizuar, madje disa intelektual shqiptar, amerikan, përfshirë nga Kosova, Malizi e tjerë, krijuan shoqatën e intelektualëve shqiptaro-amerikanë dhe më zgjodhen edhe drejt kryetar të kësaj shoqate për një periudhë. Gjë e parë që bëm ne si shoqate ishte që në bashkëpunim me kishën në Rochester Hill, e cila kishte ambiente, hapëm disa klasa për fëmijët që të mësojnë gjuhën shqipe. Shumë bukur. Edhe unë nxis të gjithë prindrit dhe familjet e migrante, kudo që janë, që të bëjnë aq sa munden që fëmijët e tyre të mësojnë gjuhën shqipe. Vajza ime është dhe vërtet unë e Diana kemi insistuar që vajza të mësonte gjuhën shqipe, kuptohet aq sa mund, se edhe praktikimi nuk është shumë i shpeshtë. Dhe kur vjen në Shqipëri, vajza shijon edhe më shumë me takimet me të afërmit e mi, jam shumë i lumtur se unë kam gati 60 nipër mbesa, stërnipër, stërmbesa. 60? Dhe disa pra kur unë shkoj në Shqipëri, bashkë me vajzën dhe me Dianën, kur shkojmë të tre bashkë ndonjëherë, kënaqësia më e madhe është pikërisht që takoj njerëzit e mi, vllajën, motrët kur ishin gjallë dhe pastaj me nipër mbesa, stërmbesa, kam edhe dhe du ta them, e kam bërë traditë që kur vi në Shqipëri me stërniprit dhe stërmbesat, jo me niprit e mbesat, nuk i përfshi ato. Ato kanë qef sushi dhe unë i shkojmë në një lokal, ato e gjenë lokalin, bëjnë prenotimin dhe kalojmë një darkë të mrekullueshme, vetëm me stërniprit dhe stërmbesa. Po sa stërnipër dhe stërmbesa? Se mirë nipër dhe mbesa. Sa stërnipër dhe stërmbesa ke? Stërnipër dhe stërmbesa mbi 17. 17, po. Dhe ato janë, dhe disa nga këto stërnipër stërmbesa janë martuar dhe kanë fëmijë, që ne u themi stërmbesa, stërnipër. Po ata i bie që janë fëmijët e fëmijëve të vëllezërve. Të vëllezërve dhe të motrave, pra nipërit, mbesat, të vëllezërve dhe të motrave. Do të ti paske dhe stërnipër dhe stërmbesa. Po, kam dhe më kënaqin në mënyrë fantastike. I duan shumë, ma bëjnë atë pushime, kur vinë në Shqipëri, më japin një kënaqësi të mrekullueshme. Foto tjetër? Ja, këtu, jeni me bashortën dhe vajzën, me Pegin. Po, kjo është foto që bëm kur u diplomua vajza në fakultetin e drejtësisë, Law School quhet. Po? Edhe ishte fantastike. Gëzimi madh. Çdo prind, e sidomos në prindrit shqiptar, duam që fëmijët të arrijnë, i ndihmojmë me gjithçka mundemi. Çdo prind shqiptar në migracion, po dhe në Shqipëri besoj, sakrifikojnë shumë për fëmijët. Dhe mund duket një gjë shumë e mirë që bëhet. Biles
disa shoqet vajzës edhe kur ishte në shkollë të mesme, po duke pa si shkonim unë e Diana, si e përqafornim, edhe në si tjerë, i thonin, sa mirë që prindi tu të donë ka shumë, të majnë ka gjafër, sepse më duket se jashtë shtetit prindi me fëmijë të tjerë, janë pak si më të ftohtë, ose nuk i shprehin, ne i shprehin djenjat. Shumë e bukur kjo, shumë e bukur kjo. Tani unë për Pegin, për vajzën tënde, që është diplomuar, kam një pyetje. Atë që ti nuk e arrit e vetë këtu në Shqipëri, a do doj që një ditë vajza jote e laureuar tashmë, e diplomuar një universitet prestigjioze, me një diplomë prestigjioze, që është e kotuar, është e rankuar, të kthehesh një ditë në Shqipëri, të vinde në Shqipëri dhe kontributin e saj dhe karrierën e saj ta bënde këtu? Do ishte fantastike. Pra, më të vinte qoftë edhe si avokate, pa u ngatruar me, sepse pa u ngatruar, punët shtetërore nuk i provova. I ka alergjin ato? Vajzës Shqipëria i pëlqen shumë dhe kjo më jo, vajzës e kuptova që i pëlqen shumë Shqipëria, prandaj e bëra pyetjen, po si pëlqej ka babit të punoj në shtet? Në shtet, të drejtën, nuk më pëlqen. Ja ke thënë vajzës të kjo? Megjithatë, ne ka një shprehje kur më thuj kur, jeta është me shumë papritura, po. Unë nuk e biles edhe kur zgjodhi për të vajtur në fakultet drejtësisë, se këtu në Amerikë mbarot njëherë kolegji, që është 4 vjet universiteti, dhe pastaj kush do të bëhet avokat ose doktor, do të shkojnë prapë për avokat 3 vite tjera në universitet, ndërsa mjekësia është edhe më e gjatë. Pra, janë 2 profesione që kërkojnë kohë dhe investime. Po për fat vajza ime edhe universiteti Law School ja ka pagu komplet shkollën, sepse kishte dalë me rezultate shumë të mira edhe në kolegj. I pas ka ngjarë prindërve. Foto tjetër. Këtu jeni në Tiranë? Këtu Zefi i ri. Sa vjeç? Në Zyrën 34 vjeç. 34-35 vjeç. Kryetari i gjykatës? Kryetari i gjykatës. Së kasacionit. Kaq vjeç u bërë, 34 vjeç u bërë kryetari i gjykatës së kasacionit? Po. Tani, ky është një moment shumë i rëndësishëm në jetën tuaj. Nga ajo që ju ishit pedagog dhe e thatë dhe vetë që ishte një status profesional, po edhe social i lartë, ju bë deputet, pra u larguat nga mësimdhënia, por bët një katapultim akoma më të madh si kryetari i gjykatës së kasacionit, pa qenë asnjë ditë në gjyqësor. Tani, e pritet mirë dhe si e bëre këtë kapërcim? Të thiri Berisha, tha ti do shkosh atje apo ç'a ndodhi? Tani, sa për informacion, unë isha pedagog në fakultet drejtësisë dhe i jepja të drejtën penale. Bashk ishte dhe Max Haxhinja, pedagog, ishte një katedër dhe a jepte të drejtën penale. Gjykata e lartë asaj kohe, po dhe fakulteti, menduan që ne që japim këtë lëndë, të kemi mundësi të lidhemi me praktikën dhe jemi zgjedhë dhe gjyqtar në gjykatën e Tiranës. Kemi punuar disa vite dhe Maxi dhe unë me kohë të pjesshme, por synimi ishte që ne si pedagog, duke qenë dhe gjyqtar, lidhemi më shumë me praktikën dhe na ndihmoi shumë edhe në mësimdhënie. Pra, kisha i përboj si gjyqtar edhe periudhën kur isha pedagog. Ndërsa, në jetë me kanë ndodhur gjëra që nuk i kam parashikuar. Kur s'kam mendu që do isha, që unë do mbasha pedagog pas përfundimit të shkollës, do mbasha direkt pedagog në fakultet drejtësisë. Vilës kur diskutonin, kur ishin vit funit, shoqëria, ku ke qef të shkosh, ku do, unë thosha ku të më qajnë. Pra, sepse unë isha një djalë fshatari, nga Gziqi i Mirditës. Nga cili vend në Mirdit?
fshati Gziq në Mirdit, Po? që është qendra e shtetit të Arbrit para 800 sa vitesh. Pra, unë kudo që të me caktonin të ndesha mirë. Me mbajtën pedagog dhe për këtë u jam shumë mirënjohës profesorëve të mi, sepse ato propozuan dhe ato me kanë mbajtur pedagog. Pastaj, në 90-ën, unë flijam qytet studenti, ku flini studentë dhe si pedagog. Ishim 3 pedagog në një dhomë vogël, Me kë ishit në dhomë? fornellat, me 2 pedagog të tjerë. I mund? Po si, Kush Pal ishit? Nikoli, profesor Pal Nikoli, Po? i cili është një shkencëtar i vërtet dhe vazhdon të jetë profesor në Tiranë dhe a jetë shëmbitrar. Dhe pra ne ishim me studente dhe kur fillun protesta, Lëvizje. demonstratat, lëvizjet, i kemi përjetu së bashku me studentët. Pra, ju bashkova lëvizje studentore, por unë nuk doja që të isha i angazhuar aktiv në politikë. Biles dhe babaj, dhe kur u zgjodha deputet dhe kryetar gjykate, babaj që ishte pa shkollë, 80 sa vjeç në atë periudhë, u mërzit, azef, unë të një aty, mos u merr me politikë, nuk, je shumë i sinqert, i hapur, i ndershëm. Ta tha babaj. Politika të ha kokën. Pas ka qenë si në vesh të Zotit a e fjale babajt? E kujtoj dhe... Politika të ha kokën, tha? Po, e tha si një i vjetër i pa shkollë, po kishte shkollë në jetës. Shumë e bukur. Dhe, pra, edhe deputet nuk është se kam dashur. Me kanë ardhë në 92-shin me kanë ardhë nga Mirdita, grup intelektualësh, dhe i kishin thënë PD-s që të fitohet në Mirdit du të bini Zebrozin. Me erdhen edhe të katedra, me kanë ardhë disa herë. Dhe unë thoja, jo, nuk dua, në fund, biles më duket ishin 2 ditë para që duhe që lista dhe aty në katedrë biles isha dhe me ca pedagog tjerë ku merë nga Mirdita. Kujtoj profesor Abdi Baletën, ishte aty prezent, ta Ozef, po këto po të kërkojnë, tha. Ti pranoje, shko deputet, dhe po s'pëlqeu jep dorëheqje. Pra, shkurt me thënë, në fund pranova, i jam shumë i njohës Mirditës, sepse Mirdita më ka zgjedhur deputet, dhe atëherë ishte jo me listat mbyllura. Po, ishte bërë përballë atë magjoritar. Ishte magjoritar, me kë ishe ti në garë? Ishin disa, biles kam kujtime shumë bukura, po më s'dua t'ju markohen, gjatë si deputet, unë kisha përballë kandidatin e Partisë Republikane, mikun tim, Maranglen Gjonaj, a ishte dekan në fakultetin teknik të Universitetit Tiranës, po. Dhe biles në Mirdit gjatë zgjedhjeve me pyesnin që mendime ke për profesor Maranglen, i thosha, ai kam shumë mik, ai ka lidhje në Tiranë dhe nëse doni një deputet që të animoj më shumë Mirditën, votoni për ta. To që më shoqëronin fushatën, ti po bën fushat për atë apo për vete? Shumë bukur. Ishte, pra, edhe fushat. Dhe pastaj ju nga deputet, kush u tha që do bëheni kryetari i gjykatës? Kryetar gjykate. Kryetar gjykate, po, presidenti. Sali Berisha. Në fakt, po, ishte Nura Hoti, kryetar, nuk e di pse do Ada Dorheqe, nuk i di rrethanat, edhe me thret Berisha dhe Eduardi. Eduardi ishte kryetari PD-s. Eduard Selami.
kemi menduar që të shkosh në gjykatën e kasacionit, gjykatat ka korrupsion, ka fillon. I thash, dëgja, është më mirë një gjyqtar se unë jam i përzi në politikë dhe nuk është mirë që unë të shkoj atje. Edhe opozita do ketë të gjitha arsyet të më kundërshtoj, sepse jam deputet i PD-s, por ka gjyqtar që biles unë propozova me emër disa nga gjykata e lartë pastaj. Kisha propozu atë që më vonë, nuk do futemi në falsira. Vetëm një emër. Jo, unë kisha propozu Avnishehun. Avnishehun që u bë pasaj? Po, dhe unë e pata që propozimin para se të me thrisnin mua, ishte periudha kur do emrohej, dhe unë isha kryetari komisionit ligje në atë periudhë dhe ishin mujtë e parë në PD që edhe me gjohej fjala edhe propozimet, por unë shkova i kisha një takim si pedagog në një konferencë në Strasburg për kriminalitetin e trinjve, do mbaja kisha bërë një studim, dhe kur kthehem, unë gjithë një sa zgjedh, ishte zgjedh Avniu kryetar, dhe biles kishte dalë në aeroport me më pritë, i themurime kryetar, tha jo, ka ndryshuar komplet. Ishin ngritur ato nga Borrelli, nga Mati, deputetet e kishin kundërshtu. Pra, ato që e njihnin më shumë Avniun, zonë e tij nuk e kishin rrëzuar. Pastaj, pasi jam hequr, unë mani e ka emëruar. Po do me thënë, ti e more vesh kur zbrite nga avioni që ishe emëruar? Jo, po flas për kur erdha nga avioni, flas për emërimin e propozimit tim, Avnishehu që nuk ishte miratu. Po pasaj që ndodhi, si u miratua jotja? Ishte 92-shi, unë jam zgjedh pastaj në 93-shin. Po pra, cile ishte rrethana që u zgjodhët ty kryetar? Po, si që thash, me thret Eduardi dhe presidenti, pata një kundërshtim me ato arsye që i përmenda dhe tjera, në fund pranova, por e mbajmën si tani, tash po pranoj, por duhet me jep një fjallën që ju do mbështesni pavarësinë e gjyqësorit. Do mbështesni gjykatat, kanë shumë probleme, shumë nevoja dhe për investime, për sala gjyqësh, për to, por edhe për të respektu pavarësinë e gjyqësorit. Në qoftë se më jep një fjallën, po pranoj. Kuptohet që nga herë politikantë kanë shumë të lehtë me dhënë fjallën dhe me e shkel me gjitha mënyrët fjallën. Dhe ju filluat punën. Okej, foto tjetër që ta përzijim bisedën edhe me fotografi. Në fakt, këtu jeni në Washington, mos gaboj, përsëri me vajzën, bashkëshortën? Vajza, bashkëshortja dhe prindrit e Dianës. Prindrit e Dianës. I keni aty në Amerikë? Po, janë në Amerikë. Edhe ky është momenti... Baba i Dianës tani është 90, kaloj 90 vjeç, edhe në saj të moshuar, po me probleme, po mirë, mbahet mirë. Shumë interesante. Foto tjetër? Tani këtu ju treguat diçka për familjen tuaj? Këtu është nëna juaj, mos gaboj? Këtu jam me motrën, nëna... A i vogli? Ky i vogli është, jam me vlajnë, një motër me nënën dhe 2 fëmijë. Ky djali është fëmija i mbesës, ndërsa vajza Alketa është fëmija e vlajt. Tani ju jeni me xhaket me këmish të bardhë? Në të djathtë. Po, në të djathtë. Me xhaket, po. Me këmish të bardhë. Ndërsa vlaj është në qoshe me trikë. Po, ju jeni këtu në shtëpi,
në Mirdit? Po, Ju në Mirdit. ishit një familje antikomuniste? S'kam qenë i persekutuar, pavarësisht se motra, për shembull, motra që atje ku ishte martuar, ajo familje ishin persekutuar sepse si thua që babai i vjehrit që ishte arratis nga Shqipëria, i shprehur haptazi edhe me armë kundër komunizmit dhe ajo familje kanë qenë persekutuar, e motrës madhe. Nuk biles në një pyetje në një zonë gjatë fushatës, si deputet dikush bëri pyetje, tha po, ti tha s'ke qenë i persekutuar. Thash dëgjoni, nuk kam marrë dhe nuk më kanë propozu Mirdita si i persekutuar. Nuk kam qenë i persekutuar, kam familja ime, prindrit e mi bujq të rjetën pa shkollë, por biles kisha dhe kryetarën e shoqatës persekutumve dhe persekutu që vinin me mu në fushat. Thash, do i takonte këtyre që kanë vujt në spacën në Burrelit dhe do ishte shumë më mirë që një nga këto si persekutu. Pra, nuk kam qenë i persekutu politikisht. Po, ndalimin e ashtu si që ishin gjithë. Ndalimin e fesë si katolik që ishit ju, e quaj persekutim? A ishte një persekutim i përgjithshëm, unë po flas që ta bëj qartë, nuk është se kam qenë burg politik. Ndërsa, kjo e fesë është interesante. Ne në Mirdit festonim Pashkët, po i festonim fshetazi. Në kuptimin dhe maj mend si fëmijë kishim qef kur lyeshin ato vezët dhe ne shkonim në përshpija të fshatit aty të lagjes si fëmijë për të marrë një vezë të ngjyme. Ishte tradit. Kishte raste që marronin vezët e ngjyrë se varet sa fëmijë shkonin në çdo shtëpi dhe na jepnin në karamel. Por e gjitha kjo bëhej jo publike, që shteti ta mirë të vesh. Nuk e di, por Mirdit i festonin gjithë edhe ato që ishin komunistë. Po besimtar ishit? Prindrit e mi, familja ime kanë qenë besimtar. Ato, sa herë uleshin për të ngrënë aty në sofër, bënin atë kryqin edhe... Bëni kryqin gjithmonë? Po, edhe majmen, biles dhe kur shkon të me fletna, dhe gjyshet bënin lutje, dhe thoja, sa mirë i majnë men, gjithë këto përmenësh lutje të gjatë, biles. Po, kam qenë. Ju ishit ateist? Unë të gjithë kena qenë ateist në Brezili, sepse në shkolla shumë... Po të pyes ty, jo për gjithë tjerë, ju ishit ateist? Në shpirt, në biles unë kam pas një shprehje që përdor jashtë shumë, edhe fëmijë edhe biles dhe tani po... Për Zotin ishte si një... Betim. Dhe nga njerë thosh edhe mund të krijote probleme, se thonë, po nuk më shkriju në problem. Po tani e ke... Në shpirt ishin të gjithë. Po tani je lidhur me fen, e praktikon? Shkoj në kish, jo vazhdimisht, po shkojmë edhe Diana dhe unë, edhe Pegin dhe njëherë, është një kisha, e kemi afër, dhe çam bën përshtypje të kjo kisha vinë shumë familje me fëmijë të vegjël, edhe rini, është, nuk e di, në Shqipëri biles me vjekeq, se dhe atje në fshatin tim, kisha po thuj se është mbyllur, se shumica kanë ikur nga fshati, kanë ngelur disa të moshuar që mbase s'kan as takat me shku të kisha, sepse kisha, xhamia, shkollat,
ofrojnë komunitetin. Qartë, foto tjetër? Ju thatë që ishit prej 10 vitesh pedagog në Fakultetin e Drejtësisë. Ishte një fakultet elitar, duhet thënë, në gjithë arsimin e lartë në Shqipëri. Po. A mund të tregoni çfarë kujtimesh interesante, sepse në stafin pedagogjik kanë qenë figurat më në zë të intelektualizmit shqiptar në atë kohë. Ju përmendët mia, Bibaleta, po Max Haxhia, po kanë qenë dhe shumë të tjerë. Unë kujtoj profesorët tanë e mi, Ismet Elezi, Alben Puto, Luana Mari, Stavri Qeqa, se s'du të markohen dhe të gjithë kam kujtimet, respektin më të madh. Biles profesor Ismet Elezi tani është po ja thot 106 vjeç dhe vazhdon të shkruaj, të botoj, kur e takoj në Shqipëri është koha më bukur dhe kujtimet më bukura. Si fakultet, në fakultet drejtësisë kujtoj, sepse atëherë ne bënim dhe zbore dhe aksione me studentët. Nuk po flas edhe si student, por kemi qenë në shumë aksione, edhe në shkollë mesme, se unë kam mbaruar në pedagogjikën në Elbasan. Në Elbasan, po. Po, mbajmë në hekurudhën Premjas Guri Kuq, si nxënës në Elbasan, ose duke mjellë qeshijat në Krap, si nxënës, ose në metalurgjik, në Pajov, biles në Pajov, kur isha nxënës, edhe aty është një kujtim kur pa dalë metoda mbjelljes misrit me kubik, dhe na çajnë në shkollën në aksion. U tha që do vinte Mehmet Sheu, kryeministri i Shqipërisë me pas ka ndjekur me Mehmet Sheu. Po, interesante. Edhe ishin përgatitur 2 vajza për demonstru si mbillet misri me kubik, kape gropa, ca plesh. Kur vjen vajzat po i demonstronin, po kur e mbulojnë kubikun me dheun, ajo toka ishte si me balte edhe i ra një plis dhe nga 3 fidan që kishte kubiku, i këputin 2. Ajo që po demonstron dëshirat fikët, nëse Mehmet Sheu kishte kryetarin e komitetit e Elbasanit dhe kryetarin e Pajovës, dhe ato i thamë shoku kryeministër, fajet i ka toka, sepse është ai si që kishte ura me 2 kokës tyre me 2 me gisht këshu. I ra këshu, ë? Dhe tha, po, aty më syta edhe tha, fajet i keni ju, dhe ai që ka punu këtë tokë është armik i popullit të më raportoni për rendimentin e kësaj tokë. I ku u kthy si një i turbuar, as na tha ju lumshin duart, as ju thashin duart, i ku është shumë. Ndërsa me studentët... Po i ra me këshu me çokaj, ë? Po. Ndërsa si pedagog janë kujtime fantastik, shumë të bukura, jeta në aksione, në zbore, pra nuk ishin thjesht në auditore, ose dhe praktik me studentët. Plus që studentët të japin jetë, të rinja tjetë, me humorin, me qatë kanë lëqet. Zoti Brozi, kujtoni në një student që i keni dhënë mësim dhe sot është bërë dikushi në karrierë në drejtësi, por edhe në politikë? Dhe që, kujtoj, por do ndaloj nga përdorimi emrave, sepse ka shumë që janë bërë gjyqtar, prokuror, ose dhe në poste drejtuese, dhe si ish pedagogit tyre, për atë periudhën që i kam njohë ruaj respekt për to. Okej, foto tjetër. Lëvizja e dhjetorit ju thatë që e mbështetët atë, por nuk ose ishit pjesë në kuptimin e drejtimit. Ky është... Po, është... A keni në një historit veçantë në atë lëvizjen e dhjetorit, se juve në mos gabojt ajo godina në cep Badronit?
e godina 18 biles se aty jetonin shumë pedagogë që s'kishim shtëpia. Po, nuk kishim shtëpia. Dhe pothuajse shumica e pedagogëve që jetonin aty u bashku me lëvizjen studentore. Aq sa ish sekretari parë i Tiranës në atë periudhë kishte thënë që ato pedagogët e godin 18 në spa çdo t'i qoj. Ti që e dije se ku ishte spa që qa mendove në momentet? Ishte, por kuptohet që lëvizja studentore ishte një lëvizje e fuqishme me ideale të pastra. Në fakt, u kriju fillojnë për kushtet ekonomike, pastaj hap pas hapi kalojnë. Unë u bëm me 11 dhjetort, ishte takimi përfaqësisë studentore dhe pedagogë me Ramizalin. Mu me zodhen, se u bëm me zedhe përfaqësia që do shkonte në takim. Dhe kam qenë si përfaqësues i pedagogë, kam qenë dhe ca pedagogë të tjerë. A ka një detaj nga i takim me Ramizalin që nuk është thënë dhe ju mund ta bëni publike sepse a ishte një takim historik, bisedë historike? Ishte historike, mbaj mend që kur erdhi autobusi, ishte profesor Gjinushi me sekretarin e rinis dhe disa tjerë që erdhën në autobus për të na shoqëruar tek takimi. Ne nuk e dinim ku do bëhej takimi, biles ishin përhapur zëra që do sulmohet autobusi, pra këto ishin, besoj ishin të sigurimit shteti që donin përhapnin panike dhe për fajsin. Në takimin me Ramizalin, në fakt ai foli shumë, tha që në fillim e pranum pluralizmin, ne kishim përgatit shumë azemje tjerë me pika secili që do fliste, disa kryesor që do flisni. Dhe mbaj mend një gjë nga Ramizalia që tha dy gishtat mos i ngreni. Ato dy gishtat mos i ngreni se do t'u akpus. Me ka lënë një shije shumë të hidhur. Pavarësisht se ato i mbledhja e Komitetit Qendror që ishte bërë përpara kishte pranuar pluralizmin politik. Ishte ajo pjesa që ne do insistonim më shumë. Dhe në takim, do i sqaruar që t'ishim të qartë a do kishin pengesë për krijimin e partive të tjera. Ju folët në takim? Po, kam fol si jurist. Po? Për një nen të kushtetutës, pra kam folur si jurist. Dhe aty mbaj mend që kam bërë pyetjen, pra lëvizja studentore mund të krijohen parti që nesër dhe ju, pra regjimi nuk të nxjerr probleme. Po, tha mund të krijohen. Pyetja juaj ishte ajo. Tani, si e keni njohur Azem Ajdarin, sepse ai njeriu që ishte më trimi nga gjithë aty ishte Azemi, këtë duhet pranuar. Po, Azemi, impulsiv Azemi, si e vlerësohet ti, se ti ishe pedagog, më i maturuar në kuptimin edhe të moshës, por edhe të disa gjërave që i kuptoje më shumë. Po, me Azemin se edhe mosha, po edhe si pedagog, edhe sa ishte edhe ka ardhë më vonë, ishte më i rritur se studentët e tjerë Azemi. Edhe kështu që edhe si tip, a ishte i afrushëm, komunikushëm, ndërsa në lëvizjen studentore, ai doli, domethënë, në balë të lëvizjes, pata simpatizuar për Kurajun, se kërkonte Kurajo, ajo periudhë, Kurajo të madhe, dhe
më vje keq kur për vrasjen e tij në atë moshë të re. Pra, unë i kam njohur edhe vllajën e tij. Si e përjetove vrasjen e Azemit? Ka shumë keq. Zoti Brozi, regjimi komunist ra apo e rrëzuan? Të them të drejtën, mund të jenë të dyja opsionet të pranueshme. Ra dhe u rrëzua. Ra dhe u rrëzua. Pse? Po. Ishte ngjarjet që ndodhen në Evropë lindore, ishte e pashmangshme që dhe Shqipëria s'do bënte përjashtim. Pra, por ishin studentët që u ngritën, që i dhanë e shtysën më të shpejt që regjimi të binte. Dhe është pozitive që në përgjithësi regjimi ra pa shumë gjakderdhje. Çdo jetë është e çmuar, pra qoftë edhe një personi që plagdoset që mund jetë. Do të pyes për atë, po a jeni dakord me atë që ka thënë zoti Berisha se ajo lëvizja e Vjetorit ishte revolucioni i bijve ndaj të etërve? Berisha ishte komunist me të serë partie dhe lider në spital. Pra, Berisha me duket se ka harruar se çfarë ka qenë dhe nuk i takon atij që të njollos lëvizjen e Vjetorit. Lëvizja e Vjetorit ishte bashkim i fuqishëm i studentëve, i prindërve që dhe gjithë ta mori karakterin e një lëvizje popullore kundër regjimit. Pra, natyrisht, me atë lëvizje u bashkuan edhe ato që mund kishin pas privilegje, po s'ka asnjë të keqe, në qoftë se edhe ato u bashkuan përkundërzi. Shumë mirë që u bashkuan sepse mbase ndikoi që edhe regjimi të mos derte shumë gjak. Zoti Brozi, a u zbatua Katovica në Shqipëri? Besoj që diçka ka luajtur rol, besoj. Si? Është një pyetje disi e vështirë për mua, sepse nuk është se kam informacionin në përsi tamam për atë. Atëre ta thjeshtoj unë pyetjen, domethënë Katovica ishte një platformë në Poloni që ata pasardhësit e komunistëve do merrin pushtetin ekonomik. A funksionoi kjo edhe në Shqipëri? Po, besoj që po. Funksionoi dhe mbase tani ajo ka luajtur një rol që ato që bën realisht revolucionin mbetën me idealet, por pasurinë e morën ai brez ato që ju kushtuan biznesit. Bukur, shumë e bukur. Dhe me vje keq, sepse në politikën ekonomike edhe qeveria demokratike bën gabime të pafalshme. Pronarët edhe sot quhen ishpronare, është e pafalshme. Ato të fortë të rëmbyn dhe pronat e të tjerëve. To që kishin edhe lidhje me pushtetin edhe pas 92-shit. Përdorën lidhjet me politikën apo dhe atë forcën e tyre për të zaptuar pronat e tjera. Prona është e shenjtë dhe kjo u shkel me këmbë në Shqipëri. Foto tjetër? Ju e keni shumë mirë parasysh 20 shkurtin e vitit 91.
Kjo është foto foto historike dhe kjo. Shumë historike, shumë e veçantë. Po pra, ka një diskutim që momentin që kanë rrëzuar shtatorin e Enver Hoxhës, turma u drejtua për në blok dhe ka një diskutim ditë e fundit që a duhet të shkonin te shtëpia e Enver Hoxhës dhe atje të bënin vandalizëm, të bënin vandalizëm turma, apo bëri mirë në Eritan Ceka që i ktheu te ura e Lanës? Them biles kam qenë. Ke qenë aty, dëshmitar? Të sheshi, po, edhe pjesët, unë dhe disa profesorët e tjerë dhe studentët, pra ishim në turmë. Erdhë deri në sheshën Skënderbej? Po, e kuptot, nuk kam qenë në ato që i bun litarin apo zhvitosin, nuk kam qenë unë. Edhe, po, në Eritan Ceka bërë shumë mirë që... Bërë shumë mirë? Po, sepse unë edhe pse edhe në dhjetor të 90-s, biles pata bëtu një artikull që shprehesha kundër shkatrimit të pronave dhe djegjeve. Thoja që ato janë prona që janë bënë me djersën e gjithë popullit. Do ndryshoj pronari nga shteti dhe të kaloj në ato që do bënë pronarit e rinj, do më thënë, por me vje shumë keq që në një protest të ashtu qutërës opozit në Shqipëri, tani para disa javësh, ish komunisti Sali Berisha shkon drejton turmën për të djegur vilën qeveritare në blok. Unë qoftë edhe për këtë, s'pak du të kishte vepruar. Ajo vilë nuk kishte pronë e Enver Hoxhës. Se po t'ishte pronë, do t'a kishin marrë si mas ligjit pronave fëmijët e tij. Ajo për me tepër si investimi huaj, francez, ka lënë një njoll pra çfarë bëri Saliu me ato militantët me kapuqe, me Molotov, është një veprim që nuk duhet të kaloj në heshtjen e drejtësisë shqiptare. Qartë. Foto tjetër? Këtu është Ramiz Alia me ambasadorin William Ryerson në momentin kur paraqet letrat kredenciale. Ju i keni njohur të dy, po e para njerë për Ramiz Alin, ju thatë një element atë një detaj nga takimin në Pallatin e Brigadave në dhjetor të studentët, po keni pasur raste të takonin ndonjëherë tjetër Ramiz Alin? Ja, asnjëherë. Ja, nuk kam plas. Atëherë vim te Ryerson. Politika amerikane në atë kohë ishte e jashtëzakonshme, mund të themi jo thjesht vetëm me hapin e ambasadës dhe me rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike, po sidomos vizita e James Bakerit është një gur kilometrik i jashtëzakonshëm në marrëdhëniet Shqipëri-Amerikë. Pse nga ajo urrejtje e madhe që ishte mbarsur popullit ndaj Amerikës, shqiptarët arritën, i shtruan dhe tapetin dhe e morën makinën në krah? James Baker? Ishin emocionet e ndryshimit, ishte etja që populli kishte për lirinë dhe demokracinë, për të marrë frymë lirisht. Plus që pavarësisht se nuk kishim shumë dijeni në atë periudhë për Amerikën, për jetën në Amerikë, thjesht emri Amerikë ishte ngullit shumë në zemrat e shqiptarëve, pavarësisht nga etiketimet që bënte regjimi. Ndërsa ambasadorin e nderuar Ryerson e kam njohur personalisht, ka disa herë edhe në zyrë, edhe më ka pas ftuar edhe tek rezidenca e tij
cilës kur ka ikur e kam shoqëru në aeroport, maj mend që kam marrë dhe një qenë në vete, edhe e kam taku edhe këtu në Amerikë, kemi biseduar. Ryerson i dha një kontribut shumë të madh për demokracinë në Shqipëri, në ato kushte që ishin. Zoti Brozi, cili ishte roli i Berishës sipas versionit tuaj në lëvizjen e dhjetorit dhe ndryshimet që patën në atë lëvizje të madhe? Roland, më fal, ka ikur figura, nuk e di. Ka një problem? Lutem regjia, mund ta shikoj pak, kemi një moment. Presim pak sekonda. Jemi? Po? Ju shoh ju. Po, tani po, jemi okay. Cili ishte roli i zotit Berisha në lëvizjen e dhjetorit? Berisha ishte i dërguar i Ramiz Alis. Dhe Si e në fillim, ai kam idem që donte të luante rolin e zjarrfiksit të televizjes studentore. Por kur u fishkëllyn qytetin studenti dhe pastaj më vonë ai si një komunist me përvojë në politikë dhe si mbahej, si mund të merrej posti, arriti që ti shmang të gjithë ata që mund të bëshin, ose edhe që u bën, sekretari i parë i PD-s nuk ka qenë Saliu. Dhe unë s'kam qenë në mbledhjen për zgjedhjen e kretarit, që nuk isha pjesë e poste. Kush ishte i pari? Ka qenë Azemi, kryetari i parë. Po pra, kryetari i parë i Partisë Demokratike, dhe këtu keni shumë drejt dhe unë e shkruaj edhe në për kryetari i parë i Partisë Demokratike ishte Azem Hajdari. Dhe mbaj mend që miku im Frot Qupi e ka shpjeguar shumë mirë si u zgjodh Saliu, se me sa di në votat e para kur u bën zgjedhjet ishte me votima duket kish fituar Meksi. Po, Meksi shumë. Dhe pra një intrigant edhe si Saliu e ka përdor intrigën që në fillimet e lëvizjes dhe ka arrit ato që gjithë një edhe në opozit, edhe në pozit, ai ka dali fituar. Okej, se do diskutoj edhe pak më vonë. Foto tjetër që lidhet me atë momentin, besoj, me Ryerson përsëri. Tani, zoti Brozi, dua të tregoni me detaje gjithë atë që ndodhi me ju, sekretari i gjykatës së kasacionit, ose të lartë që i themi ne tashmë, pas atij shkarkimi të beft të habitshëm dhe në parlament. Shkarkimi nuk erdhi si një rrufe në qiell të hapt. Problemeve të mia si kryetari i gjykatës filluan me presidentin, me qeverinë dhe institucionet tjera të shtetit. Mund të them që nga pranvera e vitit 1994, unë jam sjell kryetar në shtator 1993. Po? Në mujtë e parë s'kemi pas probleme, por problemet filluan kur pushteti ekzekutiv po donte të impononte gjykatën e kasacionit për disa vendime të rëndësishme, për çështje të rëndësishme që po i binin gjykatës. Sepse me gjykatat e tjera Saliu se kish problem, ishte kryetari i Këshillit të Drejtësisë, i kishte në sundimin e vet. Do të ishte vetëm gjykata e kasacionit. Dhe çfarë ju kërkoi juve zoti Berisha? Dhe mbaj mend për shembull kur u bën gjyqi për gazetarët e Koson, Martin Lega dhe Aleksandër Frangaj. Po,
ajo ka qenë, si thushë, krisja e parë më e madhe, Po? që filloi krisja dhe konflikti I hapur me Saliun për ndërhyrjet në gjyqësor. Unë isha në trupin gjykus edhe ne ju dham pafajsi trupi gjykus, I gjykatës kasacionit, sepse nuk ishte prova dhe në bazë ligjit dhe provën ato nuk mund të dënoheshin. Po? Më merë një nga zyra presidentit dhe më thotë presidenti don të vish. Madje fola dhe me vetë presidentin telefon, po a I tha, Zefra, hajde këtu e pash nga toni që diçka kishte ndodhur. Shkoj të zyra e presidentit, që ishte president. Në atë kohë edhe thotë Zef, pse u dhe pafajsi gazetarëve. Thash, zbatova ligjin. A si drejtësia du të zbatojmë ligjin dhe provat, thash. U takonte dhe thjesht kam zbatu ligjin. Pse nuk me pyete mu para? Kum tha, pse nuk me pyete mu para, më kujtu ajo që I kisha kërku që para se të pranoja detyrën që të mos ndërhyni në punët e gjyqësorit. I them, zoti president, nëse doni tjeni dhe kryetari I gjykatës kasacionit, ja qelsat, nxora qelsat e zyrës, ja vuna përpara, I thash, unë e jap tërheqje. Edhe do t'ilja aty në zyrën ngjitur me aty të shkruja me dorën time, tërheqjen edhe u qova për ti, kur I thash do t'jell tërheqjen për minutash. U quaj si qishte, tutur me në kapës, jo po pritet flasim, nëse u ktheva, edhe për respekt me presidentin, tha shkon zyrë, thash gjo, po të kërkoj për së dyti, unë mund të shkoj në zyrë, po vetëm me kusht që të ndaloni ndërhyrjen në punët e gjyqësorit. Ka vujtur Shqipëria me urdhat e politikës ndaj gjykatave. Ne nuk mund të bëjmë si që ka bërë regjimi I kaluar. Nëse shkova pra tërhoqa atë vendimin tim për të ndërheqje. Mbase gjykova është dhe fillimi, mbase do merrte në synë kombëtar, mund t'i bëja mbase dëm Shqipërisë që ishte në hapat e parë të demokracisë dhe pavarësisë gjyqësorit. Por kuptohet presioni dhe urdha diktatet e ekzekutivit ndaj gjyqësorit kam qenë të vazhdueshme. Do vinte çështja e 5 minoritarëve. Po 6, po 5 ngelen ata. A 5, nëse mbase po se ishin 6 netëm 5, po dhe aty pastaj ishte më rënda? Aty Saliu dhe Shiku dinin që arrestimi I tyre ose dhe dënimi I tyre, ato ishin dënuar në gjykatën e shkallës parë dhe në apel. Po? Dhe kishin bërë ankim në gjykatën e lartë. Dhe u bën një luftë e madhe që të sabotohej gjykimi, presion ndaj gjithë gjyqtarëve. Dhe mos harroni, mbase du ta theksoj, jam I vetmi kryetar gjykate që brenda disa muajsh, nga dhjetori 94 deri shtator 95, jam në parlament 3 herë për heqjen e imunitetit në dhjetor të 94-s, për heqjet imunitetit përsëri
në mënyrë të befasishme, përsëri në fund janarit të 95-ës, fillim shkurt, dhe shkarkimi. Po imuniteti ju juve? Jo. Fitoi vota kundër? Po, fitoi vota kundër, sepse në parlament diskutoj me mheq imunitetin në dhjetor, unë isha zyrë dhe nuk dija asgjë. Sa po ishim kthy nga Amerika, nga një trajnim që kishim bërë me shumë kolegë të gjykatës kasacionit, kisha bërë takime të sukseshme në Amerikë dhe na ishte premtuar mbështetje e fuqishme për gjyqësorin. Mbase dhe kjo mbështetje e irritoi edhe më shumë Saliun. Saliu do t'jetë të gjithë tjerët do t'jenë zero para Saliut. Dhe në atë kërkesë që ishte për heqje imuniteti, atje diskutojnë parlament dhe unë nuk dija që po bëhej. Biles po ka histori edhe shkëmbimi që bëra. Kujtoj tani si bën kërkesat për heqje imuniteti në Shqipëri, që ka një procedurë, merr kohën që parlamenti të Nëse ju në atë kohë sumorë fare kjo kohë? Atje po votohej pa më thirr fare mua. Dhe është histori e gjatë, lufta ime, i kërkoja parlamentit, mirë më hiqen imunitetin. I qava letër, do më sapo, sepse 2 deputet që u jam i njohës të PD-s, ndërsa atje diskutoj për imunitetin, me marrin telefon, edhe me thonë, Zef, ku je në zyrë? Po, qa po bën? Ja, po punoj, thash, sa imi kthy dhe nga Amerika. Ore, tha, po, i qetë jeti? I qetë, thashem, pse, po punoj. Ore, ne po, ka disa orë që grindem i këtu me të heq imunitetin, dhe ti zgjigjen, thash, po hiqen imunitetin e vërtetja, jap unë vetës, ndërsa ju në qoftë se bindeni i hiqeni, nuk e kam problem. Kush ishte ky që u mori? Mos pashëm emrat, ishin 2 miq të PD-s, deputet të PD-s. Dhe pastaj u hoq? Jo, në dhjetor. Jo, dhjetor jo, pastaj jo, u shkarkuat. Pastaj në mënyrë të papritur ishte fut përsëri në fund janarit. Kërkesa për të heq imunitetin. Edhe atëherë nuk kaloi. Nuk di asgjë. Dhe kam një moment që mbase është mirë ta them, me vjen zëdhënësi i gjykatës kasacionit, gazetari i mirënjohur Nduel Azri, që ishte dhe zëdhënës, dhe më sill gazetat, ku në front ishte sot diskuton parlament për të hequr imunitetin Zef Brozit. Unë thash si është e mundur, përsëri në këtë mënyrë, shkoj për të hyrë te parlamenti. Aty te oborri na lën bloku, na lën ushtari. I thotë shoferi jam me kryetarin. Po thotë ti, po kam urdhër që të mos ju lej. I them, ju e zbatut urdhrin, na ndale. Tani unë kam takim me kryetarin e parlamentit, tu ta takoj. I them, dhe shoferi jep gaz. Shkoj për ty, ne si kryetar, disa herë shkoja dhe parlament dhe si kryetar për të gjuhë, atje në losh, kur diskutojnë ndonjë ligj që kishte lidhje me gjyqësorin, thjesht për të dëgjuar. Pra, atë ditë, pra kishte fillu debat, diskutimi përsëri me mheq imunitetin, unë doja të hyja atje në sallë sipër për të dëgjuar. Nuk me lanë ato rojet aty brenda, ja thanë, kemi urdhër që mos lejojnë. Po vinin ambasadorët gjerman, ambasadori
Zviceran dhe të tjerë. Biles ambasadori Gjerman më pa aty, tha, se kishin marrë vesh që po diskutoj. Futi krahun, tha, zoti Brozi, hajde, futemi bashkë. Thënë, po, mu nuk më la. Dhe ai vuri durt në kokë. Tha, si është e mundur. Unë jam shumë i njohur se disa ambasadorë të asaj periudhe, që kanë qenë mbështetje shumë Dhe do t'ju pyes për ata, sidomos për Josef Lek, por momenti ju shkarkuan dhe çfarë ndodhi më pas? Ju dolët nga zyra? Shkarkimi ka ardhur në shtator. Po. Në shtator biles në shtator të 95-s. Po. Edhe aty Saliu me shumë sa është mjeshtër intrigës dhe pabesisë. Sa ishte kthyer ai nga takimi që kishte pas në Shtëpinë e Bardhë me presidentin Clinton. Po, ishte një deal midis diplomacisë amerikane për rastin tuaj? Po, atë tamam deal e kam mësuar nga libri jot. Unë dija që mbështetjen që qeveria amerikane edhe ambasada për jepte gjyqësorit të Shqipërisë, jo thjesht zefet, se ato mbështesin pavarësinë e gjyqësorit. Po? Dhe tani pse Berisha donte patjetër të më hiqte, nuk arriti të më fusen burg, dhe u jam i njohës deputetëve të gjitha krahëve të asaj periudhe që votuan kundër, sepse kundër heqjes së imunitetit. Po, du ta theksojmë se parlamenti 92-96 ka qenë një parlament me shumë intelektual, që kishin mendimin e tyre të pavarur. Shumë prej tyre kishte edhe nga ato që votonin, dhe rasti tjetër, pra konflikti tjetër ishte për çështjen Nano. Po, për çështjen Nano, çfarë tha zoti Berisha? Unë nuk kam qenë gjyqtar në shkallë parë në apel për çështjen Nano, por dhe ishte gjyku dhe në gjykatën e kasacionit para se të shkojë unë kryetar. Dhe por në bazë të ligjit asaj kohe një person që mund të ishte gjyku dhe në gjykatë të kasacion kishte drejt të bënte kërkesë për mbrojtje ligjshmërie nëse kishte prova që është shkelur ligji ose që vendimi edhe i gjykatës i kolegjit të gjykatës kasacionit është i pabazuar në ligje prova. Kam pas presione të jashtëzakonshme që unë të mos e bëja kërkesën të mbrojtje të ligjshmërisë. Nga kush i kishin presionet? Dhe nga të gjithë, nga Sala, nga PD-ja, nga Shiku, kërcënime. Po si Shiku, këtë se kemi kuptuar asnjëherë. Si, kush vinte nga Shiku dhe të thoshte ty? Në gjykatën e kasacionit periudhë, Shiku ishte ulur këmbkryq. Vinin dhe unë i njihja disa prej tyre. I njihja, më bëja humor, thosha, qa doni ju të them mund që të justifikoni rogën atje, unë s'kam asgjë të fshehur, i them dënimet janë publike, mendimet, qëndrimet e mia janë publike, por nuk ato kuptohet që krijonin edhe ato makinacionet me disa gjyqtarë të tjerë aty në kasacion. Berisha këtë ka pas Berisha, ka përqau çdo institucion, edhe gjykatën e kasacionit e përqau. Ai grup gjyqtarësh që u trëm nga Saliu, bën vasal të Saliu. Po pse patën dhe antarë të gjykatës kasacionit që ishin kundër jush? U manipulun nga Saliu. Po kush ishin këta? Që bën edhe flet trofe, është botuar flet trofeja atyre, turpi tyre. Se kanë bërë letër kështu publike? Po. Ku e botuan?
në zyrën e Saliut e kanë shkruar dhe ja kanë që. Është... Dhe ku botua kjo, zoti Brozi? Jo, ai kam qenë në parlament, nuk e di, po letra ishte periudha e luftës, domethënë. Qartë. Ajo fletrofe e gatuar në zyrën e Saliut, por kishin emra disa gjyqtarë. Kush ishin ata, mund t'i thuash? Nuk do i themi, ato pastaj, pasi jam shkaku unë morën detyra, u bën drejtues të gjykatës. Edhe drejtues gjykatë? Po, edhe në gjykatë kushtetuese, morën poste, se këtë kishte Berisha, mjafton të bëj korrupsion sa të duash, po zbatove çfarë të thot ai i shpërblente dhe me poste. Okej, dhe ju, zoti Brozi, u shkarkuat? Ai sabotoi, gjyqi i Nanës u sabotuar. Është histori e gjatë. Unë personalisht isha në një pozitë edhe të vështirë për kërkesën për mbrojtje e ligjshmërisë të Nanës, sepse unë kam qenë deputet dhe kryetari i Komisionit të Ligjeve kur kena votu për heqjen e imunitetit Nanës. Ti ke votuar për heqjen e imunitetit? Po, kam votu dhe mendoja që ne du t'i japim drejtësisë hapësirën që të hetoj këdo që akuzohet për korrupsion. Po kur pa dosjen, ishte me fajin Nano apo jo? Dhe po pikrisht u studiu dosja bashkë me këshilltarët ligjor që kisha dhe kishte shkelje flagrante edhe procedurale. Por dhe synimi, pra atë që doja të bëj unë që të rigjikoj çështja e Nanës në gjithë gjyqtarët e gjykatës së kasacionit. Dhe pastaj vendimi do ishte si do vendoste gjithë trupa bashkuar gjyqtarë. Po ju vetë u sabotu gjyqi, nuk u bën dot. Okej, ju vetë kishit një bindje, ishte Nano i fajshëm apo jo? Po jo. Kishte dy akuza Nano. Një për shpërdorim detyre dhe një për vjedhjet pasurisë në dobi të tredhe. Kjo për të favor të tredhe nuk provojnë dhe ta themi dhe pak me gjuhë. Po Nano do vite për vete, jo që të përfitonin tjerët. Po t'ishte. Shumë e bukur kjo. Pra, ishte kjo kërkesë për mbrojtje ligjshmërie që bëra, ishte gjyqi i minoritarëve, ishte lirimi i gazetarëve, ishin dhe gjyqet disa çështje tjera, ishte dhe një çështje kryeziu, që ishte skandali i çfarë makinacionesh po bën të shiku kundër qytetarëve, kundër atyre që mendonin që nuk mbështesin Saliun 100%. Ose edhe atyre që po ndihmonin luftën çlirimtare të Kosovës, që kishte fillu mbase ato si thush nismat që në ato vite, unë nuk dija e ke fjalën për Remzi Hoxhën për atë rast. Jo, është një çështje kryziu. Kryziu ishte para saj. Po, ishte para saj. Në këto, domethënë ju jeni shprehur disa herë që jeta juaj ishte në rrezik. Mund ta tregoni atë momentin kur ju jeni vërtet keni qenë në rrezik? Jo, unë pra me nisën i shtator të 95-ës, unë kam qenë zyrë, duke punu masdite, ishte ora pra rreth orës 7 sa të darkës, isha në zyrë. Dhe me vinë 2 deputet, Ndre Legisi dhe Pandeli Majko. Të PS-s? Po. Dhe i kisha miq, se unë kam qenë, unë kam pas miq nga gjitha anë, do me thënë, nuk isha ai militanti partjak, edhe si deputet.
vlerësoja mendimet e pozitive të çdo deputeti, kundërshtoja edhe ato me të cilat s'isha dakord. Me vinë dhe me thonë, zefton, a e di që parlamenti po mbledhet për të hequr? Thash, jo, s'kam në njëftim. Tha po, ka ardhur një propozim nga Saliu me të shkarkuar. Mirë, thash tani, unë s'di që parlamenti të bëj atë që do bëj. Thash, po të paktën me më thirrë, me më gjuhë, se unë s'di për çfarë. Nëse pastaj vinë me vjedhe një përfaqësues i ambasadës amerikane, pra ishte darkë, ishte ersu jashtë, vjen bilës kishin desh të mos e lejon me hyrë në gjykatë. Dhe vjen ai në zyrë dhe më thot, a e di që gjykata është e rrethuar me shumë policë? Jo, thash, ku kam hyrë unë, 2 policë shërbimi që kam qenë, ishte rrethuar gjykata me shumë policë, edhe tha po di që parlamenti po diskuton me të heqë. Thash sa po më thanë 1-2 deputet që erdhën takuan. Nëse thash po afrote ora 8 e darkës, po mësojmë në televizor, thash, dhe hapa televizorin që ishte aty për të dëgjuar lajmet. Dhe lajmi i parë me sa më mend ishte përmbytjet në Lezhë dhe heqja e ime sekretar. Dhe lajmi i dytë ishte përmbytjet në gjykatën e lartë. Përmbytje. Po dhe çfarë ndodhi pastaj? Kjo përmbytje në gjykatën e lartë ishte përmbytja për të shpëtuar Saliun, për t'i dhënë hapësirë që ai ishte sunduesi i gjithë gjyqësorit në Shqipëri, prokurorisë, i gjithë institucioneve. Pastaj, të drejtë, unë atë natë, kisha nënën në spital, edhe do them në atë moment, ky i përfaqësuesi i ambasadës amerikane, një mik shumë i mirë që i kam rujt marrëdhëniet, Karl Ziebentritt, edhe më thotë, Zef, po të shoh që nuk po të shoh shumë të shqetësuar, pra ti u shkarkove. Fillova me qesh, thash, shkarkimi im ka kohë që është datuar nga Saliu, edhe prisja shkarkimin sepse ka qenë një luftë me një pushtetar, thash, edhe po më vjen keq, thash, për një gjë. Çfarë tha? Unë parandjej gjak në Shqipëri. Edhe 97 për fat të keq e provoj. E provoj dhe 96 kur Saliu për gjaku në maj pas zgjedhjeve, 97 që ishte shkatërimi i Shqipërisë, e ktheu Shqipërinë kaq prapa, sepse Shqipëria do ishte ndër vendet e para që do ishte anëtare e Bashkimit Evropian, ndërsa piramidat dhe 98-a, djegja, shkatrimi, përgjakja e Shqipërisë e kthyen Shqipërinë dekadat të mbrapa dhe është e pafalshme. Ju plotoni? Është dëgjoj. Kur vritën mbi 3000 sa vet, kur mbi 3000 sa nëna e motra, e vëllezër, e prindër, humbën njerëzit e tyre, si mundet
Shqipëria të harroj atë që i bërë gjëmë Shqipërisë. Si mundet? Po si mundet Shqipëria të harroj edhe 21 janari e 2010-ës, kur u përgjak bulevardi të Dëshmorët e Kombit. Si mundet që t'i shkën pas ati krye përgjakësit të Shqipërisë, krye djegësit të Shqipërisë, dhe përsëri me Molotov të shkatrojnë pronën publike. Si mundet? Është një pyetje që çdo shqiptar që i dhem vendi, familja dhe fëmijët duhet t'ja bëjnë vetes. Është e dhimbshme. Prandaj edhe e ndjej me shpirt sa dëm i ka bërë Salihu Shqipërisë dhe po vazhdon t'i bëjë. E kuptoj. Nuk e meriton Shqipëria atë gjën. E kuptoj. Foto tjetër, bile kemi disa foto regjia që ne duhet të kalojmë shpejt se kjo është një foto Pjeter Abnori me Tomor Dostin edhe ju. Do doja një, se jemi dhe në limit se do dhënë atë pjesën më thelbësore e keni trajtuar, do doja një përcaktim për këto dy figura të djathët shqiptare, zoti Brozi. I kam pas shumë miq, kanë vujt, vinin, tamam, ato ishin të përsekutuarit, dhe në qoftë se ato do të ishin në krye të shtetit shqiptar, pra të ishte biles president i parë i takonte njerit nga Pjeter Abnorit. Po dhe edhe kryeministër të ishin tamam një nga këto të vujturit, dhe do isha i bindur që Shqipëria do kishte parë vetëm të mira, sepse nuk do kishte në krye një kriminal si Sali Berisha. Do kishte një të përvujtur që ai që ka vujtur në burgje politike, ai do dinte vlerat e demokracisë për vete, po dhe për Shqipërinë. Foto tjetër? Kam pas shumë respekt për të dy. Për të dy, edhe Tomor Dostin. E kalojmë gjykat e lartë, se e kisha vënë për të kujtuar atë momentin kur ju thatë u rrethua. Në kratë të djathtë është lajmi për ju, nëse ne mund ta, nuk e di nëse mund ta zoomojmë në gazetën shqiptare, ja. Dua të flas përpara kuvendit, është ajo që ju treguat. Gazeta shqiptare e viti 1995. A ju kujtohet ky shkrim? Po, bile se nëse keni interes në basën parlament mund t'jenë edhe letrat që unë i dërgoja parlamentit, ku kërkoja që të më dëgjojnë shprehja të ndrimet e mia. Okej, foto tjetër, sepse unë e kisha nga arkivi këtë. Po. Këtu jeni me Joseph Lejk. Me ambasadorin Lejk në zyrë. A i dha dorëheqjen, se sot shqiptarët e kanë harruar. Sepse që t'jem i sinqert, shumë gjëra që bëshin qoftë edhe nga institucionet amerikane, nuk është se i dija unë dija rezultatin, do thëmë. Po jo atë që luaj. Po se si, pra dhe ambasadori Lejk në ka arë në zyrë disa herë, ishte disi me i balancuar, po në zyrë jemi dhe aty jam bashkë me të fejume në atë periudhë, Dianën, që isha të fejuar. Ju sa ishit fejuar atëre në të kohë? Po. Diana, nga është Diana? Nga Tirana. Babaj nga Koqa, nënën nga Durrësi, por lindë rritë në Tirana. Lindë rritë në Tirana. Diana, ishe studentja juaj? Se këtu në Amerikë t'inglo keq, thua që... Përse t'inglo në keq? Që pedagogu të marrë të martov në studente. Në Shqipëri ka qenë se ato njënim në
Po nuk ishin diferenca, nuk kishte diferenca, ishte tjetër kulturë. Por unë, që t'jemi qartë, jam feju pasi ajo ishte diplomuar. Ishte në vitin e fundit, do me thënë dhe s'kishte provim me mua. E bukur kjo. Do me thënë ti e lidhur kur nuk kishte provim me ty. E bukur fare. Vajza ime, këtu thot, babi, zdu që shoqet e mija, apo ta din që ti e ke pas studentës, se këtu në Amerika shumë nuk tinglo hiq mirë. I thuaj që më tha një gazetar atje në Tiranë që në Shqipëri, jo vetëm tinglon mirë, i thuaj, po tinglon shkëlqyer, se e një mirë pedagogu bashkëshorten e ardhshme. Po. Ju e morët vesh që Joseph Flake dha dorëheqjen pikërisht për atë që ai nuk arriti që të mos u shkarkonte ju, Berisha? Dëgjoj, në fakt, pasi kam marrë në Amerikë, se dhe ikja ka qenë shumë e trisht, dhe më thënë, nuk e di nëse donë ta përmend atë largimin. Mirë që me hoqën, okej, unë do vazhdoja punën si avokat, krijo dhe një fondacion Rule of Law Foundation, më thanë miqët Amerikanë, pra dëshia jetën time profesionale. Por me 4 nëntor të 1995-ës, në mëngjes herët troket dera dhe thonë jemi policia. Them po mirë, policia, u që bilës Diana shkoj para të dera, po pa hap derën. Për fat, një pim që kishte qenë, ishte refugjat në Gjermani, imigrant në Gjermani, me kishte dërguar një kamera që kisha montu dhe të dera, që shihje kush në jashtë. Se unë një apartament, s'kishim rojen, unë në atë apartamentin që kam pas marrë para 90-ës, ilës ndjetër 90-ës. Dhe shohim, pasaj qëmë dhe unë i thëmë, po keni ndo një shkres, keni ndo një urdhër, jo thonë po hap derën. Se themë derën nuk e hap, a e dini ligjin, ishte shumë herët në mëngjes, ditë shtunë, para orës 8 unë se hap derën dhe po të keni urdhër nga prokuroria, ku do që ta keni, futën i porterës, edhe pastaj procedojmë. Nëse u pa ty, përveç policëve me uniform ishin cavës, në ato tamam gangat me gjupa, lkuret, si flok gjata, u pa që qëllimi ishte ogurzi. Ditë shtonë, herët në mëngjes, po të kisha hap derën, në base edhe këtë intervjist do të kishim shansin të bënin. Duke që Saliu dhe Shiku edhe Zefin si qytetari thjesht e kishin frikë. Ose nuk donin të shikonin as të gjallë. Pra, qëllimi më nuk ishte të më rëmbenin edhe u shduk pa zhur, pa gjunë. Po që ndodhi pasaj, juve ku shkuat? Pastaj, por ambasada amerikane, ato e dinin që Saliu nuk ndalot me kaq. Dhe më kishin thënë, për çdo që, për çdo shqetësim, du të na marrësh në telefon. E morë telefon? Dhe ajo, atëherë kur më thanë nuk e mora shumë, se ku e kishim lënë numrin e telefonit, nuk po e gjenim, ishte dhe me gjes, edhe të stresi, t'jemi realist, është më në fund përmes arritëm të lidhëm me atë ambasadës, erdhi ai me makinën ambasadës, bilës kur unë mora në telefon, se du të krijoja prova që apartamenti im është i rrethuar.
kisha mësu që Saliu mohon të vërtetën, edhe për rrethimin e gjykatës kasacionit, disa herë e ka mohuar. Dhe vjen bilës Karl Zibentrit, kur vjen aty të policia që ishin me atë mikrobuzin e policisë, po tentonin me u largu disi që të mos dukeshin që janë tamam. Mirë po ishte me balt, ishte balt aty dhe kish ngelsin balt në duket ai mikrobuzi dhe ky po thoshte ishte pak si me humor të shifshe gjithë ato policë të shtyn mikrobuzin e tyre nga balt. Nëse vjen ai merr informacion dhe thot i shpjegoj që ka në bilës edhe policia thot hapni derën, dum dhe pasaportën diplomatike. Foli më duket foli me një të zyrës presidentit ky Karli. Dhe i tha, pse keni rrethu me policë apartamentin e Brozit, pse i ka shku policia? Dhe ai përgjigjet nga telefoni, unë realisht nuk e di saktësisht personin, as pyeta. I thot, Zefi gënjen, thot, nuk as një policë nuk të shtëpi e Zefit. I thot, unë jam brenda në shtëpinë e Zefit. Aty mane unë ndërpre biseda e mbylli ai president. Dhe preteksti, si që tha, ishte për të marrë pasaportën në 5 të mëngjesit dhe pas një shkres, po më thot Karli, po jepja pasaportën, po më pasaportën do ja jap se s'mduhet. Dhe do ta çoja unë të Ministria e Jashtme ndaj. Vjen Arbeni Mami, se kisha marrë në telefon Arbenin, ca deputet, ca gazetar. Arbeni thot, njo këtë shefin e rrethimit, ata ftoj që t'i japim pasaportën. Po, thash, vjen, ai, i bëm kapën si mas respektit. Dhe i them, po, veç se do bëni proces verbal, që pasaporta sa vula ka për udhtimet, sa faqe ka, se doja t'isha... Po. Dhe edhe ta firmosim 3 vetë, unë edhe 2 të tjerë si dëshmitar. Nëse të bëjmë atë, por edhe ja japim pasaportën ti shefit. A kërë për pasaportën, merre. Jo, tha, prit, tha. Edhe morin telefon se me ka foli. Jo, i thanë, mos ja merë pasaportën. Të dali vetaj, të dorëzoje pasaportën. Aty mane unë thash gjatë, po që ju s'kishit arë për pasaportën, kjo dihe. Qëllimi ishte krejt tjetër. Për të rëmbyrë. Pastaj apartamenti ka ne, si të shpëthuj se një javi me pjesën më të madhe të kohës i rrethu me... I rrethu e një javë? Po. Dhe pastaj ju ikët direkt në Amerikë? Amerika kishte bën planin për si të më merrnin në Amerikë. Dhe në raport disa miq të afërt që jam shumë i njohës me kanë ardhur me mua në aeroport dhe Karl Zibentrit i ambasadës amerikane, ai ka vëzhguar gjithë derisa është nis avioni. Okej. Biles, avionin edhe ndalun, kur e morën vesh se kam hyp në avion, sepse po... Ndaluan avionin? Po, me sa duket Saliu, kur morën pasaportën, thanë ky s'ka pasaport, dhe nuk i këndot. Por unë sa më kanë heqë, unë kam shku e nëzër pasaportën si qytetar, atë pasaportën e thjesht, dhe pasaporta me vizën ishte në ambasadën amerikane. E kështë përgatit ambasadën amerikane?
Po, edhe biletat, për mu dhe për Gjanën. Edhe për bashortën. Po, foto tjetër, ishe Joseph Flake. E keni takuar Joseph Flake mas i shkuat në SBA? Nuk më është dhënë rasti ta takoj. Në qoftë se do takoj atë fjalin që do t'i thoshe, cila do ishte? Edhe për aq sa ka bërë, të shprehja mirënjohje, me ka ardhur në zyrë, kemi diskutuar, por unë nuk e dija këtë, e kam mësuar nga libri juaj. Okej, foto tjetër, sepse ne i konsumuam disa biseda. Richard Shifter. Po, Shifter. Me këto e keni pasur... Ambasadori Shifter, një njeri mrekullueshëm, një mik, dhe ka një histori familjare të shumë interesante. Se familja e tij është ka qenë në Holokaust, është djegur prindrit e tij. Dhe ky është martuar me një gjermane, Emilion, i kemi qenë në shtëpi disa herë, kemi nejtë, për fat të keq ai ka ndru jetë. Ky ishte këshilltari i presidentit Clinton. Po, me presidentin Clinton në shtëpinë e bardhë. Dhe ambasadori Shifter kishte informacion të detajuar që po ndodhte në Shqipëri dhe që po ndodhte me mua. E kuptoj. Po, foto tjetër? Dhe ky dhe presidenti Clinton, kur është taku me presidentin Clinton, Berisha, presidenti Clinton ja ka thënë në mënyrë krejt të qartë që mos prek gjyqësorin ose dhe kryetarin e gjykatës. Okej. Kjo ishte qeveria e parë, qeveria Meksi, qeveria e parë pas ardhes PD-s në pushtet. Në fakt jo e para, po ishte një e 96-s, mos gaboj, por do doja vetëm një përkufizim. Ajo që më ka bërë shumë përshtypje dhe deri në shpalljen të zotit Berisha non grata për ju, lidhet edhe me gjithë aktivitetin e zotit Berisha që nga viti 1991 me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Nuk i di detajet, por një gjë do them që dosja Berishës, informacionet e Berishës për lidhjet e tij edhe me disa organizata që punonin kundër Amerikës, organizata terroriste, element terrorist me sa di u dha dhe shtetësi shqiptare në Shqipëri. Jo, e dieta, po si ka mundësi zoti Brozi që Amerika e mbështeti pasaj zoti Berisha dhe ishte merit e tij dhe qeverisë tij që u transformuar në NATO dhe erdhi presidenti Bush në Tiranë? Në politikën e jashtme, kur dikush zgjidhet kryeministër apo president, atëherë mendoj që populli e zgjodhi do punohet me atë që ka zgjedhur populli. Pra, nuk mund të gjykojmë ose të presim ne që një shtet i huaj të gjykojë si gjykojnë ne shqiptarët. Ato zbatojnë parimet e marrëdhënies shtetërore dhe përderisa ai ishte president apo dhe kryeminist, me atë do bashkëpunonin. Ndërsa Shqipëria në NATO dihet si ishte thjesht një qëllim strategjik i Amerikës që të pranohej në NATO. Se pas Gërdecit 2008-s, shumë tjerë, nuk është se Shqipëria i plotësonte kriteret për NATO, por u bën shumë mirë dhe duhet të jemi shumë mirënjohës NATO-s. Okej, foto tjetër? Do doja një përcaktim për kryeministin Edi Rama. Përcaktim. Nuk është e lehtë të bësh një përcaktim të shkurtër për Edi Ramën si lider, si kryeministër apo dhe si qytetar, si ish profesor i arteve edhe piktor.
është shumë kompleks. Por, natyrisht që si çdo lider, Dirama ka anët pozitive dhe negative. Unë do vlerësoja shumë rolin e tij për rritjen e reputacionit të Shqipërisë në Evropë dhe në botë. Kur s'ka pas Shqipëria kaq reputacion të mirë, njohje të mirë dhe në arenën ndërkombëtare sa që ka sot. Dhe këtë ndjem edhe kur bisedoj me Amerikanë që kanë ndiku shumë edhe fakti që Shqipëria këto vitet e fundit është bërë një magnet për turizmin e huaj dhe ndikon shumë pozitivisht. Dhe nëse Dirama pra do arrijë që ta fusë Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda këtij mandati, atëherë ai i ka bërë Shqipërisë një kuptohet, jo veç e Dirama si person, aty është një institucionet, dikojnë edhe vetë qytetarët e Shqipërisë dhe imigrantët që janë jashtë mund të japin atë rolin e tyre duke bërë emër të mirë vetë si shqiptar, por edhe me kontakte që mund të kenë. Pra, një gjë që mund të theksoja është po e Dirama do të jetë dhe institucion në Shqipëri të luftojnë korrupsionin fort. Korrupsionin nuk mund të luftohet vetëm nga SPAK apo nga gjyqësori. Çdo institucion duhet të luftojë vetë korrupsionin brenda tij. Dhe pastaj kur shumë e drejtë. Foto tjetër regjia, se ishte një foto që s'dua ta është. Për Berishën e folëm, kemi në mos gabojmë foto të SPAK-ut? Po, do doja një përcaktim tani, ti jam i bindur që një pjesë të këtyre u ka dhënë mësim, po ti nuk doje ti zbuloje këta. Cili është vlerësimi juaj për SPAK? SPAK. Pritshmëritë e SPAK-ut që kur u kriju kanë qenë dhe janë shumë të larta. SPAK-u pozitivisht mund them se ka bërë hapa, sidomos në drejtim të korrupsionit. Po? Por jam i zhgënjur. I zhgënjur? Për çështjen e 21 janarit. Jo i pakënaqur, jam totalisht i zhgënjur me së pari, sepse SPAK bëri çmos që të mos e merrte çështjen e 21 janarit, edhe pse gjykata evropiane i vuri emrin që meritote krimi shtetëror i 21 janarit, edhe pse gjykata e lartë të cilën e përshëndes për vendimin që e detyroi SPAK-un të ta marrë çështjen dhe të fillojë hetimet. Kam një pyetje për SPAK-un. Si është e mundur që SPAK-u këtë krim kaq të rënd ku kanë humbur jetën 4 protestues dhe janë plagos qindra tjerë, e lën mënjan, zvarrit hetimet, a mos vallë aty në SPAK ka ndonjë prokuror që mendon që duke zvarrit hetimet do ta shpëtoj Sali Berishën nga gjykimin bazë provave dhe ligjit edhe për këtë krim të tmerrshëm shtetëror të Sali Berishës. Jemi në mbyllje. Nëse ka prokuror të tillë, dua të them që e drejta do shkojë në vend edhe për 21 janarin. Mos bëni lojra me 21 janarin. Mos u bëni më gardian të Sali Berishës. Jemi në mbyllje, zoti Brozit, të kësaj interviste shumë interesante, por disa ditë më parë në Universitetin e Harvardit, në Cambridge, në Massachusetts, një doktorant shqiptar, një student shqiptar bëri një pyetje Anthony Blinken, ish sekretari të shtetit. Besoj ndoqët atë? E kam lexuar diku, po më duket. Dhe zoti Blinken e tha tekstualisht, nëse ju doni unë e lexoj që të jemi korrekt. Ai tha që
nuk ka të bëjë me mangësitë e administratës sanksionet e vendoshur nga zoti Berisha, por me mangësitë e zotit Berisha do të vazhdoj të qëndroj unë pas kësaj, pas këtij vendimi. Cili është komenti juaj? E ka thënë shumë bukur, të vërtetën. Pra, shpallja e tij non grata nuk është se ishte thjesht vendimi një personi. Dosja e Salës mund të ketë marrë vite duke u pasuruar me derisa ka ardhur në pikën e vendimit për nën grata. Jo shikoni, miliona dollar pagoi Saliu për t'ja heqë nën gratën dhe nuk e ka arritur dhe kam bindje që s'do të arrijë. Pra, Amerika nuk e ka dhënë vendimin e nën gratës thjesht për një emocion të dikujt. Jo, dosja e tij do të jetë voluminoze, kam besim, për korrupsion dhe për krime të tjera që vinë përbëjnë rrezik dhe për Amerikën. Dhe në fund fare shfrytëzoj rastin zoti Brozi si ish kryetari i gjykatës më të rëndësishme dhe më të rëndësishme të shtetit shqiptar. Do doja një mendim tuaj si jurist, si një profesor i të drejtës penale për ata drejtuesit e UÇK-s në Hag. Do thënë, me kulturën time modeste juridike u dënuan 11 drejtues të lartë të nazizmit për 50 milion qytetarë të gjithë botës ju vranë dhe dënohen, kërkohet burgim të përjetshëm për 4 ish drejtues të UÇK-s që mbrojtën popullin e tyre? E gjithë çështja e ish liderëve të UÇK-s në Hag më duket një, ta them me gjuhën popullore, marrëzi. Një thik pas shpinit që i bëhet Kosovës dhe luftës çlirimtare të popullit Kosovës. Onoraj që gjykata e Hagës të mos bjerë në kurthin e disa prokurorëve të Hagës, pavarësisht se nuk jam në brendësi të tërë provave që mund të jenë paraqitur, por aq sa kam dëgjuar dhe parë, unë me zemër po dhe me bindje besoj në pafajësinë e tyre. Dhe i vetmi vendimi drejt, paktën me aq sa di, do ishte pafajësia tyre. Kosova ra në një grack që ju imponua, që me miratimin e kësaj gjykate, besoj unë. Por letë shpresojmë që gjykata të bëjë atë që duhet. Pritet dhe që duhet. Fjala juaj në vesh të Perëndis, zoti Brozi. Unë të falenderoj shumë për këtë rrëfim të veçantë, rrëfim të rrallë, të ndjerë dhe me emocion, madje dhe me lot gjatë intervistës. Unë do doja shumë që kur të vini në Tiranë si turist apo për çfarë mund të vini ju, jo thjesht të takoja, po të kisha përsëri në këtë studio, megjithatë edhe aty në Washington nga banesa juaj, nga dhoma juaj, studioja juaj e punës, ju e realizuat. Ju falenderoj shumë. Faleminderit ju dhe gjithë stafit, edhe një herë, shumë faleminderit për punën e mrekullueshme që ke bërë me librin. E kam lexuar dhe rilexoj her pas here pjesës të tij. Të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë. Dhe përshëndes dhe gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e emisionit tuaj dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit zoti Brozi. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, publicitet nga Ura Lançafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit.
Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.